kishin lënë edhe një gjeldetit peqinit, po për këtë do flasë mbase pak më vonë, po për kujtimin u mërzita shumë, sepse është i vetmi përfaqësues dinjitos i Shqipërisë madhështore. I vetmi. Në qoftë se njeriu mendon për një Shqipëri madhështore, e vetmja gjë që të shkon në mendje është Kujtim Gjuzi. Se pastaj edhe diçka tjetër, çfarë kishte diçka tjetër që më bëri përshtypje përveç shkeljeve të rregullave të qarkullimit. Është edhe kjo tjetra, thash se ajo para të bëja gjin së përgjigja, unë nuk e di domethënë, se çdo me thënë lyen me rula. Bëja gjin po lyen me rula, si duhet lyen? Në çfarë forme duhet lyer tuneli, se nuk e kuptoj. Me se? Me pompë me gëlqere? Apo me inteligjencë artificiale, me robot? Shna gjeti. Ndërkohë që elementi tjetër është lavdi. E në veri shfrytëzonte popullin. Ti bëre me lekët e tua, se është dhe kjo e lekëve tua që është shumë interesante, që në kohë që është dhe ana tjetër medaje, gjeni do të sa ka kushtuar mbi vlerën reale, pa llogaritur që sa herë të kaloni do paguani prap për tunelin që u hap me taksat tuaja, kush e gjen. Në fakt, ky tunel spari një herë është i ndërtuar me PPP, partneritet publik-privat, i gjithë rruga e Arbit, që do të thotë i ka dalë shtetit shqiptar dhe ju ka dalë taksapaguesve shumë më lirë se sa rrugët që bëheshin sidomos dikur me tendera që pastaj ktheheshin në një histori abuzimi duke shtuar fonde për punime të paparashikuara. Këtu kontrata qysh në kryet herës u bë që për çdo gjë të paparashikuar e mbulon sipërmarrësi privat. Dhe imagjinoni nëse tani tuneli do ishte në mëshirën e fondeve publike, sa do na kishte kushtuar rruga e Arbrit. Ndërkohë që kostot shtesë në bazë kontratës i mori përsipër sipërmarrësi. A më kuptoni apo s'më kuptoni? Dhe ajo që do bëj shteti është që do ta shlyej detyrimin, po jo detyrimin mbi kostot shtesë, sepse ata ka marrë përsipër sipërmarrësi, por detyrimin mbi fondin limit të parashikuar. Ndërkohë që rruga